Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahi alhamd. O musliman, s'ka dyshim që një nga mirësitë më të mëdha të Allahut mbi robën e tij në këtë dynja është që ai e ka udhëzuar në Islam. Në këtë fe madhështore, në fenë e Allahut Azza wa Jall, që e zgjodhi për robërit e tij. Me këtë fe njeriu fiton dinjitetin e tij, krenarinë e tij, e të qenurit rob njeri, fiton lumturinë e tij në këtë botë edhe në botën tjetër. Si e tillë duhet që secili prej nesh të jetë sa më i përkushtuar dhe i dedikuar kësaj feje. Së dyti, besimtar, kush e don diturinë, pra, kush don që të di, e s'ka dyshim që detyria është gjëja më e çmuar. Ku nuk e din fen, nuk është normale, ndihesh keq. Ku nuk e din diçka të mirë të saktë që duhet, diçka të bukur, nuk ndihesh mirë, ndihesh keq. Po s'ka dyshim që padetyria më e madhe është padetyria ndaj fjalës së Allahut dhe ndaj porosive të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kush e don diturinë e vërtet, diturinë e saktë, ai duhet të ndjek të pasojë atë që na ka lënë trashëgimi profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kush e don zemrën e tij që të jetë e pastër, të jetë e shëndetshme, pra ku nuk ka gjëra të këqija në të, duhet të ndjek rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që punët e tij, veprat e tij të jenë të sakta në këtë dynja, ai duhet të ndjek të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kush dëshiron që të ketë kulturë të gjerë, të ketë nivel edukativ, të ketë sjellje të mira, të ketë marrëdhënie edhe të ketë dinjitet, ai duhet të ndjek atë që solli profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu thotë në Kur'an, o besimtar, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Allahu i ka dhënë mirësi të madhe besimtarve kur ai dërgoi në mesin e tyre të dërguarin, pra Muhammedin alayhi salatu wasalam. Nga mesi i tyre ai u lexonte atyre ajetet e tij, pra u lexonte Kur'anin, i pastronte ata dhe u mësonte librin, Kur'anin, dhe u mësonte atyre diturinë, edhe pse ata më parë ishin në humbje të qartë. Të mësosh librin e Zotit, Kur'anin, të mësosh mësimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është gjëja më primare që duhet di dhe të mësoj njeriu. Kështu që unë gjej rastin t'i lutem Allahut azza wa jall që ta bëj këtë xhami vend drite ku të mësohet libri i Zotit ton, Kur'ani, edhe të mësohet trashëgimia e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, ky ajet na tregon se njerëzit më parë ishin të paditur. Ata nuk e njihnin librin e Allahut azza wa jall, nuk e njihnin profetin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ishin të paditur. Allahu thot Kur'an, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Ai pra Allahu është i cili dërgoi në mesin e të paditurve. Në Mekë, ka fjalën atë kohë, para 1400 sa vitesh, të dërguar prej tyre. Ai u lexonte atyre ajetet e Allahut, pra Kur'anin, dhe i pastronte nga sjelljet jo të mira, të hishme, u mësonte atyre librin dhe u mësonte mësimet e tij, pra profeti jon Muhammed, edhe ata më parë ishin në humbje. Pra dituria besimtar është gjëja e parë
ne duhet ta mësojmë fen Allah të Zotit. Ne duhet dim gjërat më të rëndësishme nga feja. Të dim Islami, çka kuptimi ka. Çfarë do të thotë Islam? Ti dorëzohesh Allahut të Zotit. Plotësisht, totalisht. Ti dorëzohesh Zotit tënd. Çfarë kushtesh ka imani, çfarë kushtesh ka Islami, çfarë detyrash? Janë disa njohuri thelbësore që duhet i mësojmë muslimani që i vogël. Pra nuk duhet të tolerojmë vetët tonë e të mbetim pa ditur në këtë aspekt. E dyta, çështja e rëndësishme është se Zoti jon Allahu Azza wa Jall i ka mbyllur të gjithë dyert që të çojnë në xhenet. Pra xheneti o besimtar është një nga synimet më të mëdha që ka robi muslimani në këtë dynja të arrijë. Prandaj edhe si kur jemi të vegjël, apo kur bëjmë ndonjë namaz apo agjërim, madje edhe kur i përcjellim njerëzit ton për në jetën tjetër them qoftë i xhenetit. O Allah na mëson xhenetin. O Allah na bëj për banorëve të xhenetit. Pra sepse domethënë nuk ka dyshim që është shpërblimi i madh, fitore e madhe që robi tjetër për banorëve të xhenetit. Ama rrugët për në xhenet janë të mbyllura përveç një rruge, rruga e Muhamedit sallallahu. Në xhenet mund shkojmë vetëm në atë rrugë që na ka treguar Muhamedi. Pra vetëm me ato çështje të besimit që na i ka mësuar Muhamedi. Vetëm me ato adhurime që na i ka mësuar Muhamedi. Vetëm me ato sjellje, punë, vepra që i ka mësuar Muhamedi alayhis salam. Sepse ai është i dërguar i Allahut dhe ai është mësuesi i vetëm. Prandaj thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Që gjithë njerëzit do të hyjnë në xhenet. Sa fjalë e madhe është. Gjithë njerëzit do hyjnë në xhenet. Allahu dëshiron këtë. Zoti jon dëshiron gjithë njerëzit të hyjnë në xhenet. Dhe profeti Muhammed ka pohuar, ka thënë, gjithë njerëzit do hyjnë në xhenet përveç se atyre që refuzojnë. Pra ai që s'do me hyrë. Thanë, o i dërguari i Allahut, kush është ai që refuzon? Kush është ai që s'don me hyrë në xhenet? Thot, kush më bindet mua? Pra kush i bindet Muhamedit? Kush e ndjek porositë e Muhamedit? Kush ndjek rrugën që sqaron Muhamedi, do të shkojë në xhenet. Kush ai që refuzon? Ai nuk do të shkojë në xhenet. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na mundsojë në këtë dynja të ecim në rrugën e Muhamedit alayhis salam. Edhe të jemi prej banorëve të xhenetit. Së treti, na ka sqaruar në Kur'an vlerat e durimit. Madje pothuajse në 90 vende në librin e Zotit ton, Kur'anin, është përmend durimi. Sepse durimi është moral i lartë, është çështje madhore që duhet ta përvetësojë njeriu. Me durimin fitohen gradat e larta tek Allahu Azza wa Jall. Dhe durimi është bindje e madhe, dhe është përpjekje e madhe që bën robi për hir të Allahut Azza wa Jall. Edhe na nevojitet shumë durimi o besimtar. Pse? Kërkohet prej nesh që ne ta adhurojmë Zotin ton deri në vdekje. Ti bindemi me atij deri në vdekje. Kështu që besimtari nevojitet të ketë durim në përditshmërinë e tij, kur fal namazet, bëj durim, se ai që s'ka durim nuk falet. Kur agjeron në Ramazanin, bëj durim. Dhe madje muaji Ramazani nga mirësitë e tij është se ne na disiplinon dhe na mëson dhe na edukon me durim. Se nuk është e lehtë të rish pa ushqim, pa pije, ta privosh veten tënde gjatë gjithë ditës dhe për një muaj rresht. Ai fiton në këtë mënyrë durimin. Pra në çdo punë ka nevojë robi të ketë durim. Ka nevojë të ketë durim në mirësjelljen e tij ndaj prindërve të tij. Ka nevojë të ketë durim në edukimin e fëmijëve të tij. Ka nevojë të ketë durim në sjelljen me të afërmit e tij. Ka nevojë të ketë durim madje edhe me armikun e tij, të ketë maturi gjithmonë dhe të jetë i duruar. Të jetë gjithmonë i duruar dhe i dorëzuar ndaj gjykimit të Allahut Azza wa Jall. Pranoj për veten e tij atë që është e drejtë, edhe kur nuk dëshiron. Ti nënshtrohet
të vërtetës, edhe kur e ka të vështirë. Edhe këtë gjë ja mundson robit durimi o besimtar. Edhe një tjetër mesazh në këtë ditë Bajrami, që është rëndësishëm, ne duhet ta dimë se muslimanët janë si një trup i vetëm. Ai që na lidh ne si njerëz më së shumti nuk janë thjesht lidhjet farefisnore të gjakut, të afërsisë, të lidhjet e ndryshme të një vendi, të një qyteti, të një shteti, të një kombi e tjera me radhë. Ajo lidhja e vërtet që na lidh ne si njerëz është se ne jemi gjithë krijesat e Allahut. Ne jemi gjithë pasardhësit të Ademit alayhis salam. Dhe Ademi ishte nga balta, nga dheu. Nuk ka dallim në Islam mes një njeriu apo një tjetri, një fisi apo këtij fisi. Përveç se me devotshmëri, përveç se me punët e mira, tek Allahu vlerësohet ai që është më i miri, më i larti. Nuk vlerësohet i bardhi apo në smot i ziu. Nuk vlerësohet i pasuri në përkëmbët i varfrit. Nuk vlerësohet i forti edhe ky i dobi të shkelët. Tek Allahu nuk ka kështu. Tek Allahu vlerësohet ai që është më i devotshëm, ai që është më i mirë tek Zoti ynë. Edhe ne na lidh o besimtar besimi. Pra na lidh këto mesazhe që po themi. Na lidhin vërtetet që na i mëson Zoti jon. Sa më zbatues të Islamit jemi, aq më lart do jemi, aq më të lidhur me njëri tjetrin. Prandaj profeti jon Muhammed thot: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal-humma." Shembulli i besimtarëve në lidhje me dashurinë që kanë me njëri tjetrin, me mëshirën që kanë ndaj njëri tjetrit, me afrimitetin që kanë me njëri tjetrin, është si një shembull i një trupi të vetëm. Pra sikur ti ishi një trup i vetëm. Aq sa kur diçka nga ky trup shqetësohet, pra ke një dhimbje në një pjesë trupit. I tërë trupi vuan. I tërë trupi ka dhimbje, i tërë trupi ka pagjumësi. Pra kur një musliman është në vështirësi, edhe pse nuk e ke fisin tënd, ty duhet dhimbëset, duhet kesh mëshirë, duhet kesh gatishmërinë ta ndihmosh. Prandaj ne jemi rob të Zotit, prandaj jemi njerëz. Na ka dalluar Allahu Azza wa Jall, na ka ngrejt mbi kafshët, të cilët nuk pyesin se e han, e shqyn njeriu, e vrasin, e masakrojnë. Qoftë ai dhe foshnjë, edhe grua, edhe plak. Absolutisht. To mizori nuk i takon njeriu. To i përshtaten kafshëve. Njeriu ka mëshirë, njeriu ka dhimbshuri, njeriu tregon afrimitet, solidaritet, përpiqet që çdo gjë që e ka të mundur t'ia dhurojë, t'ia japi tjetrit, t'ia mësoj tjetrit, duhet ta bëj atë. Besimtar, kjo ndjenjë, pra afrimiteti, lidhja prej besimit që kemi, largon prej nesh këto sjelljet e ignorancës, pra ato lidhjet e kota të ignorancës, to fanatizmat e ignorancës, që po që me mu, po që i fisit tim, le tjetë edhe që tjetë gjunaqari më i madh, gabimtari më i madh, keqbërësi më i madh, ai është e imi. Jo, s'ka në Islam. Profeti jon Muhammed tha, e nëse bia Muhamedit Fatime vjedh, do ja pres dorën. I ka mbyll gjithë këto kapitull. Jo, ky është i imi, është i afër, ky ka këtë dhe ky të shpëtoj. Ky që është i dopti, ky shkelet. Nuk ka në Islam. Pra duke ndje besimin në këtë mënyrë, atëherë fitojmë edhe nuk lidhemi ngusht me fanatizmat kota për dynjan, për gjuhën, për racën, për ngjyrën e tjera me radhë, por lidhemi për besimin, për fen, për veprat e mira, për moralin, për virtytet dhe çdo gjë që është e lartë. Dhe s'ka dyshim që kjo lidhje, o vëllezër, nuk është e lehtë. Do punë. Pra do praktikimin e fesë.
domësimin e fesë, zbatimin e fesë dhe durimin që thash unë pak më parë. Besimtar, përgjegjësitë tona janë të shumta. Ne kemi përgjegjësi të shumta, po përgjegjësitë më të mëdha i kemi ndaj vetes tonë dhe ndaj familjes tonë. Allahu thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran, waquduha an-nas wal hijara." O ju që keni besuar, mbroni vetet tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri, lëndë djegëse të cilët janë njerëzit dhe gurët. Përse sikur se Allahu është i mëshirshëm, është falës, është mëshirues, i don të mirë njeriu, ama nga ana tjetër Allahu edhe dënon. Allahu ndërshkon gabimtarët, fajtorët. Kështu që mos neglizhojmë përgjegjësitë tona ndaj vetes tonë. Kujdesemi, të jemi në rrugën e duhur, po të kujdesemi edhe për familjet tona, për fëmijët tanë, për bashortët tona, kujdesemi edhe për prindrit tanë, edhe për çdo të afërmit tonë. Me këtë e mbyll të hutbën të parë për të vazhduar në hutbën e dytë. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Qulu ma tasma'una astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, walillahil hamd. Në këtë ditë Bajrami, mesazhet që duhet përçojmë janë të shumta, besimtar. Edhe nuk thuhen të gjitha për një ditë. Por do të përmend këtu një porosi të rëndësishme për besimtarët, për gratë. Thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Nëse gruaja fal 5 kohët namaz të saj, i fal 5 namazet, e agjeron muajin e Ramazanit, atë 2 detyra dhe tani të rëndësishme, edhe e ruan derin e saj, dhe i bindet burrit të saj, i thuhet hyn në cilën derë të xhenetit duash." Profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam e kishte zakon që në ditë Bajrami, pasi u fliste siç po flasun tani njerëz dhe burrave, të cilët ishin pranë tij, dilte veç atje ku faleshin gratë veç dhe i mante këtë fjalim. I porosiste dhe i nxiste për këto që thash unë, por i nxiste edhe për një çështje tjetër të rëndësishme që në ditët tona edhe harrohet, për sadekan. Po dhe njeriu duhet japi shumë. Po sidomos i porosit gratë profeti Muhammed, sa që thot Bilali, një nga shokët e tij, gratë kur e dëgjuan porosinë e profetit Muhammed dhan shumë, hoqën vathat e tyre, bërzylyqet e tyre, orendit e tyre që i kishin solit e tyre dhe i dhan profetit Muhammed që t'ia jepte të varfërve. Ne si besimtar duhet t'japim vazhdimisht. Jo t'japim një 200 lekë, siç e kemi zakon te lypsi, 100 lekë. Jo. Jepin radh parë prindit tënd, naqe. Jo vetëm me fjalë, jo se po të marr me bukë me ilaçe. Ç'janë këto? Këto janë fjalë të rëndomta, nuk thuhen këto për prindin. Jepi prindit që të kënaqet, që mos ketë as siklet. Nëse ke mundësi fëmin tënd, duke mos e dëmtu, jepi dhe atij. Jepi vëllezërve tu, të afërmve, motrave që i kanë nevojë. Jepi të afërmit tënd. Lidhje me të afërmit nuk marrë vetëm me telefon. Alo, si je, mirë, pimi kafe. Jepi, e shef që ka nevojë, jepi, jo jepi borxh. Jepi borxh është e fundit. Jepi nga pasuria që ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Jepi mundësisht edhe komshiut tënd, mos e le, që është nevojtar. Jepi dhe atij të largëtit, se kështu na urdhëron Allahu Azza wa Jall Kur'an. Me këto porosit fundit e mbyllim këtë hutbë, e lut Allahun Azza wa Jall që të na i ketë pranuar agjërimin e këtë muaj të Ramazanit. E lut Allahun Azza wa Jall të na i ketë pranuar namazet në këtë muaj. Lutjet, duat, na i ketë pranuar. E lutim Allahun Azza wa Jall të na i ketë pranuar çdo punë të mirë. E lutim Allahun të na japë të mira në këtë botë edhe në botën tjetër dhe të na ruajë nga zjarri i xhenemit. E lutim Allahun Azza wa Jall të na bëjë nga banorët e xhenetit Firdaus. E lutim Allahun Azza wa Jall të na udhëzoj gjithë në rrugën e mbar. Na udhëzoj ne, familjet tona, fëmijët tan,
prindrit tanë, të afërmit tanë. Gëzuar vëllezër, për shumë mot na gjej Allahu mirë më mirë në vitet që vijnë, qoftë në besimin tonë, qoftë në jetën tonë të përditshme. Allahu as shpërblet, u takofshin gjithmonë për punë të hajër.